ka njerëz të cilët e kuptojnë që disa persona, sidomos të rinjt, të cilët nxitohen, ju të rinj nxitoni më shumë, edhe ne nxitohemi, të gjithë njerëzit nxitohen, edhe nxitimi është pjesë e natyrës njerëzore, por sidomos ju të rinjt nxitoni në përkufizimin e shoqërisë, me kë do shoqëroni, cilët janë kriteret, nuk keni kritere të forta, e plot gjëra të tilla. Çfarë ndodh? Fillimisht, nëse ti mendon se mund të shoqërohesh me një gabimtar dhe ai gabimit i ka për veten e tij, por ti nuk do ndikohesh prej tij, ky është fillimi i gabimit. Përse? Sepse Allahu i Madhërisëm në fen ton madhështore Islamin ka vendosur dhe ka përcaktuar aty një institucion shumë të rëndësishëm i cili quhet El Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Nëse duam që shoqëria të jetë e shëndosh, një shoqëri e mirë, duhet të edukohet dhe duhet të ndërgjegjësohet në formën më të mirë dhe në formën më të qartë vetë rinia, sepse rinia është pjesa dinamike e shoqërisë. Nëse një i ri mendon se unë nuk do mashtrohem, e kupton gabimin, e kupton shoqërinë e gabuar, por unë do shoqërohem me ta jo për të qenë i keq dhe jo për të arritur në gabimet e tyre. Ata të vazhdojnë dhe unë do të vazhdoj me timen. Më fal, po pse po shoqërohesh? Është e pamundur që njeriu mos ndikohet. Secili prej njerëzve ka një efekt apo ka një forcë ndikimi tek tjerët. Ti mund t'i japësh atij një të mirë, ai mund t'i japë ty dy të këqija. Ti mund t'i japësh ndikon dhe ti mendon se këtu je mirë, mund t'i mësosh atij dy të mira dhe ai mund t'i instalojë tek ty pesë të këqija. Dhe në fund je ti i humburi dhe jo ai vazhdon, ai ka përfituar diçka prej teje dhe pse vazhdon rrugën e gabuar, kurse në fund rezultati është që ti po merr veset e tij, apo ti po merr sifatet dhe cilësitë e tij. Këtu dhe fillon thyerja e njeriu. Thyerja e parë është pikërisht kjo, kur ti mendon se unë shoqërohem, por nuk do gaboj sikur gabon ai. Thyerja e dytë fillon me njeriu kur ai mashtron vetveten, duke qenë se thot unë nuk do ndikohem prej tij. Atëherë fillon thyerja e dytë në çfarë? Do filloj të jetoj me të keqen, sepse ai e ka detyrë prej Zotit që të reagojë kundër të keqes. Nuk është kusht të shtyhet me njerëzit, të rrifet me njerëzit, të bëj shamadh dhe sherr me njerëzit, jo, të flas të mirën, të ndaloj nga e keqja, të urdhëroj për të mirën. Për hir të shoqërisë, ai nuk e bën dot këtë. Pas kësaj çfarë do të vi? Do të vi thyerja e tretë. Thyerja e tretë çfarë është? Në momentin kur ai nuk gjen më dot forcën për të reaguar kundër të keqes, do filloj të normalizohet shoqërimi me ta bashkë me të keqen. Pra fillim e kuptonte që është gabim, pastaj e kupton që ky gabim është diçka normale. Por nuk mjaftohemi me kaq, sepse do të vi një thyerje e katërt. Thyerja e katërt në momentin që ti shoqërohesh me njerëzit e ligj, me njerëzit e këqij, me njerëzit me vese negative, me sedër të sëmur, me probleme sociale dhe shoqërore, fillimisht ishe ti ai që e pranove këtë shoqëri pa kushte. Kjo ishte gjëja, ky është gabimi i parë që hapen dyert e tjera. Pastaj në këtë shoqëri fillon thyerja, shiko, ti nuk do reagosh kundër të keqes. Atëherë ajo e keqe do normalizohet me ty. Vjen thyerja tjetër e katërt, e cila është ajo e keqe që erdhi deri në atë stad sa u normalizua, do të fillojë të pëlqej. Do fillojë të shijoj derisa vjen thyerja totale, kur njeriu lëshohet dhe çfarë ndodh me të? Ai masi i është normalizuar një e keqe, fillon ta pëlqej atë të keqe, atëherë nuk ka ngelur gjë, vetëm se do ta veproj. Mirë, po edhe këtu ka nga ata të rinj, të cilët, edhe nga ata njerëz, domethënë, të cilët prapë mashtrojnë vetveten e tyre, duke thënë, shiku, unë gabova një herë, po nuk besoj të gaboj prapë. Kur gabove një herë do gabosh dy herë. Kur gabove dy herë do gabosh katër herë, e kështu me radhë. Atëherë çfarë duhet? Largohu nga shoqëria e keqe.